Zëri që lëviz komunitetin. Albaus TV për shqiptarët në Australi. I'm a very proud Albanian, and I remain so. An attack on the Albanians was an attack on all of us. Indeed, we Albanians are indigenous to our regions in the Balkans too, and I urge you to speak up in the interest of justice. The secretary of the Liberal Party of Victoria happened to be an Albanian. I am proud of my community, but I can speak as I have done and will continue to speak. Se kjo festë e çlirimit të Kosovës, pas 97-98 viteve të kolonizimit, okupimit serb, është një ditë e tepër e rëndësishme. Pavarësia poshtu, por pavarësia si shpallje, u vetëm shpallje, por çlirimi u bë si të më para. Prandaj, unë gëzoj që sonte kjo festojnë këtu. Këtë duhet ja themi edhe të tjerë, edhe në Kosovë, edhe në vendinde të tjera shqiptare, duhet t'ja themi se kjo duhet shënohet. Është një ditë tepër e rëndësishme për ne. Unë mbaj me në fare mirë. Unë isha në Pakapanjo, të qendrë ku ishin refugjatët e Kosovës. Ne sa pa të mbaruar takimin që kishim me gjithë refugjatët, kur erdhën lajmet se Serbia e nënshkroi dështimin edhe të tërhiqjen e saj nga Kosova. Ne kemi bërë si të një festë tepër të madhe. Një nga gjërat kryesore që patëm bërë në Pakapanjo, premieri i Viktorisë në atë kohë, Jeff Kenneth, o pata biseduar me të, edhe ai hodhi për ne një barbecue fest të paguar nga qeveria e Viktorisë. Edhe e kemi festuar atë datë. Ka qenë si thëmë, një ditë e shenjtë për ne, se ishte mbarimi i luftës të Serbisë kundra Kosovës dhe popullit tonë. Pra, unë e mbaj me fare qartë. Kishte njerëz që gëzoheshin, njerëz që qanin nga nga vërtetësia e rëndësisë të asaj date, të asaj punë që kryer. Pra, unë nuk harroja ditë asnjëherë. Ka qenë vërtet një ditë jashtëzakonshme. A jeni të habitur me organizimin këtu që bëhet pikërisht në një qendër fetare, por që din të organizojnë dhe festat kombëtare? Po. Shiko, unë jam kënaqur se për ne festimi i identitetit shqiptar është diçka tepër rëndësishme. Pikë pari, kur kemi guxuar ne ta festojmë identitetin tonë si shqiptar, për shembull në viset që qenë të okupuara, si në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, ne zguxonim ta festonim atë që ishim. Jemi të lirë këtu, e unë gëzohem kur festojmë këto gjëra. Pikë dyti, ne, sa i takon pikpamjes të fesë, ne shqiptarë nuk kemi qenë asnjëherë ekskluzivisht që kemi, si thëmë, që kemi urrejtur njerëz të feve të ndryshme. Ne kemi shqiptarë që janë ortodoksë e katolikë, edhe ata kanë vuajtur njësoj si muslimanët. Ne s'kemi në një problem kur i vjen pyetja të feja. Bile pikrisht, autoritete, si thëmë, të kulturës evropiane thonë se ndjenja e shqiptarëve, sjellja e shqiptarëve ndaj feve të ndryshme duhet të jetë një gjë që Evropa e adopton si shembull që mund ta përdore, që mos ketë, si thëmë, konflikte e ndarje njëri me tjetrin në Evropë. Ne shqiptarët kemi njerëz që janë ortodoksë. Unë thash, prifti i kishës ruse, nënën e ka patur shqiptare nga, si thëmë, nga Ukraina. Shqiptarët e Ukrainës. Ne kemi patëm një prift që të kishës greke në Prevran, që kanë ndruar jetë. Shqiptarë, arvanite, shqipen më mirë se unë e dite. Se nemi kemi nga ana tjetër, kemi patur imame nga Turqia, që kemi patur qindra shqiptarë nga Turqia që shpallen si shqiptarë, që na kanë për krah. Do të them, ne s'kemi problem me fe, ne asnjë s'kemi patur. Pra, e krijt një gjë e natyrshme këtu, kur qendra fetare është poshtur qendra kombëtare. Këta nuk kanë ndarje në atë, bile identiteti jonë si shqiptar, i përmban të gjitha. Edhe si ju të vëm një gjë, se ish kryetari i kishës, i organizatës katolike shqiptare, Lek Ndreka, i përmendën nga e, thoshte,
ne e kuptojmë fare mirë, se ne nuk përçajmë njëri me tjetrin si shqiptar. Të vjen keq që thotë, as Krishti, as Muhamedi nuk kanë lindur në Shqipëri. Këta janë fetë e të huajve. Po, ne i duam, i mbajmë edhe këta tradita. Po, ne nuk shajmë njëri me tjetrin për arsye të miq tjetër që na kanë sjellë këta fe, na përçajnë. E përmendet të madhin lek, unë çdo herë kisha thënë lek të kam parë më shumë ty në xhamin shqiptare se sa një antar i xhamis ishte çdo herë aty dhe ishte një shembull i bashkëtesës kombëtare. Absolutisht. Po ashtu një anë kohë, kur i kishin Krishtlindjen ose Pashkët, ne shkojnim në kishën Sant Agustin, gjithë muslimanët me bashkëdhetarët tonë, bashkëkombëtarët, katolik atje. Unë bile në gjatë luftës Kosovës, në St. Albans, në kishën St. Paul. Unë e kam dhënë shpjallimin kryesor nga Bibla se më është lutur kryetari i komunitetit shqiptar katolik ta jap atë, edhe kemi mbledhur para për Kosovën. Unë e kam lexuar nga Bibla, kam dhënë fjalimin kryesor për Pashkë në kishën St. Paul, si musliman. Janë këto gjëra të jashtëzakonshme, se ne shqiptarë kemi tradita të merrojmë të thella kur vjen puna te këto gjëra. Ne nuk shajmë njëri me tjetrin për arsye të fesë. Përkundërse ne respektojmë secilën fe, edhe sipas fesë, secili njeri ka të drejtë ta ndjekë fenë. Shqipëria do të jetë një shembull për Evropën dhe për gjithë botën se si jetohet. Absolutisht, absolutisht. E shiko, babai jemi ishte muezin në xhami. Tani, t'u jap vetëm një shembull. Një ditë kthehet nga xhamia, gjen një plak ndëjtur aty në park, edhe po qan. Vajton. Edhe i thot, që ka halli? Ajo thotë, po, një maqedonës e ortodoks, një grua, ku e di unë, 80, ndoshta 90 vjet. Thot, mu s'kam asnjëri në botë time. Fëmijët më kanë vdekur, burri ka vdekur me shumë vite, jetoj vetë, edhe s'ka kush më shikon. Ai thot, po, s'ka problem, ec me mua. Edhe e solli shtëpi, thot nanës, përgatitet dhomën, kjo tani do jetoj me ne. Edhe ka jetuar me ne. Çdo të diele e çonte në kishë. Megjithëse babai ishte muezin. Kur ndroi jetë, ne e kemi vorosur, si më traditat ortodokse, ha? Ja, kjo është shklan shemë, nuk them se jemi ne vetë, ka patur shumë të tjerë që kanë bërë të njëjtën gjë. Duke e parë këtë performancën e fëmijëve sot aty, a mendon se komuniteti tonë është mjaft i organizuar për të mbajtur festat e këtyre? Jo, unë besoj se këtu është shpresa e të ardhmes. Unë gëzohem e të kënaqur kur e shikoj se janë të organizuar, vazhdojnë me traditat edhe krenohen si shqiptarë. Se do me thënë, kjo është si them, një pjesë e rezistencës tonë ndaj armikut që deshtet na fike ne si kom, genocid. Ne i themi, nuk do të kesh sukses, përkundërzi. Ne jemi të inspiruar të vazhdojmë traditën tonë, a e do ti, as e do, s'na intereson, ne vazhdojmë. Profesor, gjatë luftës dhe gjatë ardhes së refugjatëve këtu, ju e latë edhe punën e shndruar shtëpinë tuaj me kampet e refugjatëve, bët disa vizita në Kosovë, ishit më të rinj, kishit energji, nëse ka nevojë sot kombi do ta kishit bërë prapë? Po, shiko, kombi sa i takon kombit, ne duhet të jemi të qartë, se kemi patur këtu jetësi që dinë refugjatë. Disa herë nuk mund të ktheheshin në kamp në kohë. Shtëpia jonë ishte e hapur. Bile kolegët e mi qeshli, e thonin, shtëpia jote është ambasada jo zyrtare e gjithë shqiptarëve. Dhe i pata thënë shoqës, por nuk do të hanë një copë murë. Dhe verë një dyshek, aty dhe kalojmë natën punë madhe. Po në njëjtën kohë, ne duhet të jemi po ashtu, të kemi solidaritet me popull tjerë. Si që thashun sonte, edhe me tjerë. Megjithëse, le të jenë të fejave të ndryshme, nëse kanë nevojë, jo vetëm ai shqiptari që duhet ne të ndihmojmë, po edhe dikush tjetër nëse ka mbetur rrugës ose ka plej që njerëz. Shiko, ne kemi tradita shumë më të mëdha se nuk i lejojmë ne plejshto të vdesin si të huaj në. Ja, unë kam shoqen e kam franceze, kur i jati ideja me saj, sa ju ato plakën, vetë kuptohet, ai vjerri nuk mund të shkonte në kishë si katolik. Okej, po vjera ai vetëm e shikonte si të meshin katolik në televizion. Ndërsa vjera deshte të shkojë në kishë. Unë i pata premtuar, çdo të diele unë do të shkoj në kishë. 30 vjet e kam çuar në kishë. Po, deri kur prifti atje Father Tomlinson që ishte si them
Tani në dyti në komandë kishët katolike këtu Peshkel. Më tha mua, why don't you join my church? Pse nuk vjen të rrish në kishën time tash të valish po, unë kam më të bërë respekt për kishën tuaj, se unë do të gënjenja. Unë jam musliman, edhe mbetem musliman. Ti e katolik, mbet katolik, s'kam problem. Edhe 30 vjet me radhë kam qenë në kishë dhe kur voros, sipas traditave katolike që ajo deshte. S'ka problem. Profesor, unë faleminderit sot që ishi këtu dhe patët një rast të mirë për të takuar me shumë njerëz që nuk i kishe parë për kohë. Unë ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj, jeni çdo herë të mirëseardhur. Ju falenderoj po ashtu. Rroft Kosova, rroft populli shqiptar. Faleminderit.